Përshëndetje shqiptar, nërgjimtar, mirë se erdhët në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Mosafiri i radhës është Hamid Gërguri. Është një nga zërat më të njohur të letërsisë shqiptare në mërgjim. Përmes romaneve, tregimeve dhe kujtimeve të tij ka përshkruar plagën dhe shpresën e njeriut të largohet nga dheu. Migrimi është një histori që i përket pothuajse çdo familje shqiptare. Nga vala e parë e viteve të 90-ta në Shqipëri, tek eksodi i luftës në Kosovë gjatë vitit 98-99. Sot, me zotri Gërgurin, do të flasim për këtë përvojë të thellë njerëzore, për dhimbjen e largimit, sfidat e integrimit, por edhe për mënyrën si mërgjimi është shndruar në frymëzim letrar për Hamidin. Zotri Hamiti, faleminderit shumë që gjete kohën për të ardhur në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Mirë se erdhe. Të më takosh, më ke bërë nderë. Jemi afër, jetojmë në një qytet, shifemi kur kemi mundësit, por ndryshe njihemi gjatë. Zakonisht ftesat nga Hamiti i kam për me pi çaj, por ndonjëherë edhe për me hangër llokuma në mëngjes. E unë e vi me mundësi. Temën e kam për migrimin, të cilën e kam filluar që një kohë, mendoj që është një plagë e rëndë, jo vetëm për shqiptarët, por për shumë popull. Mi po, me që jemi ne shqiptar, gjithmonë e kam pasi obligim edhe e kam ndje vetën si detyrim të paktën të bëj diçka në këtë drejtim dhe të flasim për rrugtimin e mërgjimtarëve, të cilët migruan prej shumë vitesh në vendet e ndryshme të botës, por me që jemi tani në Suedi, po flasim për mërgjimtarët në Suedi. Për mos mbetur puna në hije, më duket nganjëherë e mërgjimtarëve, kam ndjerë që shumë mërgjimtarë kanë çka me thonë për migrimin, sepse kemi takuar, jemi mërgjimtarë dhe vetë dhe kanë çfarë të thonë, në mënyrë që gjeneratat e reja ta dinë rrugtimin e prindve të tyre, rrugtimin e shqiptarëve që kanë migruar në vendet e ndryshme të botës. A mendon se migrimi i shqiptarëve është migrim i dhëmshëm? Në periudhën që unë kam ardhur, është pa me dyshje, është migrim i dhëmshëm. Unë jam dyndur, kam lëvizur më shtyrë, i pjekur, kam kaluar të 40-at dhe ishte ajo periudhë, sado që mundohem ta shkruaj, ta përshkruaj, nuk arroj dot. Ishte ajo dhuna, shtypja, përbuzja, nënçmimi, denigrimi njerëzor, pastaj ato tortura, ato gjitha që nuk jam në ne, po në ne edhe sikur kulmi, sikur i vloj atë kohë. Ashtu e kam unë ajo periudhë. Sot nuk është ajo, është për një jetë më të mirë, për një punë më të lehtë, për fitim, për arshim, për shkollim, është diçka tjetër. Atë kohë ishte dhunë. Apo na përshkruan pak para se që vendosëm me dalë në migracion. Situatën pak shkurtimisht në Kosovë, pastaj kujtimet nga nisja për migrim. Kam qenë vizitë në Kroaci, ta vizitoj një luftëtar, një shqiptar, një Jashar Prenku, që nuk është më, ka vdek, ka qenë pjesëmarrës i luftës, është plagos. Dhe gjatë studimeve të mia, kur kam punuar në Kroaci dhe kam studiuar atje, ai më ka strehuar në shtëpinë e tij. Dhe kur është plagu, kam një borx njerëzor shkoj ta vizitoj. Kam kaluar nëpër Hungari, dhe mas frontit kam dalë, e kam vizituar dhe në atë rast e kam takuar Femil Ladrovci, që më dha një porosi për babain, për prindin e tij. U ktheva dhe pas disa ditësh më kanë marrë dhe një javë ditë kam nejtë në ato biruset e sigurimit ushtarak, po e cek ushtarak. Dhe
Dhe kur kam dalë, kam shku në shtëpi, po s'kam qenë maj që kam hy aty. Dhe kam qenë dilemë, të rri, të nështruar dhunës, prap, njeriu pajtohet me vdekjen. Kur i ndëgjojmë të këngët tona epike, kur i ndëgjojmë tregimet e njerëzve, po një shkak më ka shtyt të largohem nga ajo. I kam pas fëmijë të vogjël, ishin të vegjël të një jam frigu do të mbetem ulok në karrocë, do të bëhem barë e tyre. Ajo ka qenë epike e fundit që është derë gotën time dhe kam marrë kokën në dorë dhe kam kalu, ilegalisht kam kalu kufirin, subotizh dhe kam dalë këndej. A ka qenë vështirë në vendim i tillë? Shumë i vështirë. Shpesh nalem dhe kam djalin që ka emrin tim në Shqip. Dhe unë ka pak e testoj, tham, ju mora në qafë, ju humba. Thot, na ke bën mirë. U shkolluam, marrëtëm, po unë si prind nuk ndjehem mirë. I shikoj nipat, mbesët e mia, kur flasin gjuhë suedeze, mu më dhenë. Shpesh pyes, a është gabimi im? Mos jam unë ai fajtori. Po kështu është, që nga Iliria deri me sot, kështu është bashkë ty nërgum, i shtum kufshtin e huaj, shtëpitë e huaja, shtetet e huaja, ushtritë e huaja, punishtet e huaja, e atje lam zbrastirë. Apo unë që ashtu e përjetoj. A të kujtohet me njerëzit që e përshëndet Po, njerëz të fundit nga Kosova? po kanë qenë dy persona që unë nuk i kam harru, ka qenë i mësues. Ishte ai më i vjetërson, po ai kur kur e ngulfat ke ankthi atë, ai vinte te unë. Dhe kur mua më ngushtonte po ashtu kishim diçka, por dhe kur i kam thonë ka qenë teti befasuar. Dhe më kujtoj fjala e tij, tha, ku e vras vetën unë? Me keni hapi gojën, me kanë diskutoj gjëra çfarë kish. I dyti ka qenë një njeri i thjesht, që për mua kam met atëherë dhe sot bërë që ti njeriu. Disa javë para se vendose për migrim, ka ardhur te unë dhe më thot, vllai im ka punë në Libi, ka ardhur në pushim, i ka pru $15,000, $10,000, më kërkoj falje. Thot edhe, kemi se du më brënd, të ndajmë për gjysht, 5.000 ne, 5.000 ti. Edhe nuk ke nevojë të kthesh kurrë. Çu lëviz, mos u dorëzo, do të them ka vrejta që e kam çu. Unë e kisha të afërm, por çat nivel unë s'e kam çmu, për ka dhënë gabimin tim. Dhe edhe sot, tash kur bisedojmë, duket që marr forcë për atij njeriu, e ka dhënë stacion tren, kanë përsidh bashkë me djalin e vogël që ka qenë 9 vjeç atëherë. Dhe pse kam pregadit atë, kam shpjegu, po shkoje do të gjej punë, nuk vënoje ku ta dion, por Po me shpresën më u kthy. dhe ai mbas që përshëndet është kthy. Ai piskome e tij ka bë me vaj 70 hektarë ditë në stacionin kur në Brashevc. Mas 2 vjet e gjysësh e kam marrë ka hartë. Kyçi kur ndërkombëtar me kanë gjithë familjarët. Dhe a dita kur ai piskom ka përcjell afër 3 vjet. Kur ka ardhur, ka zbrit, sikur e hek një peshë, një barë trong kështu, ashtu më ka met. Sot është pilot, po ma ite ka ardhur me aeroplanet e raj, dhe kur ka zbrit, ka thonë, është të bëhen pilot. Edhe diçka ka të mirë në rregimi. Po pra. Sot është pilot në Stockholm. Po në aviacionit civil suedez. Po ai Si ka qenë rrugtimi prej Kosovës? Nëse jem këtu diçka të shtojnë, ndoshta për shikuesit tuaj është interesant. Kur ka ndodhur tragjedia e jasharëve, mu më kanë ngulit kokën në televizor atëherë të Tiranës, të një djalesh 13 vjeçar, kushtrim, sykaltrosh, 13 vjeçar ishte djali im i vogël atëherë. Dhe më kanë ngulit shumë kokë. A di që kam licencë për aeroplanin, kam thonë kështu. I kam tregu. Pse shikova, ka mund tjetë djali im atje. Dhe kur e kam marrë licencën për pilot, kam thonë, ai do të bëj pilot si ti.
Kur të thësh edhe për të je fluturak, kujtoj edhe atë. Mos e harro. Betim Gërguri, djali është i Hamitit i madhe, I vogël. i vogli, do të thotë tani është si pilot në Stockholm. Si ka qenë rrugtimi prej Kosovës deri në Suedin atë kohë? Sa ka zgjatë? Kam udhëtu me tren, 3 ditë ka qenë krejta e punë. Unë kam shku deri në Subotic, se më ka njoftu dikush që rruje se je në regjistër që din shumë dhe mund të dalësh kufi. E kam pas një mik, kam shku ai të përbiroj, po e flas të përbiroj në kufi, dhe ai ishte vrarë në Vukovar. Mu ka kujtu një polic hungarez që ka qenë në Kosovë atëherë me ato njësi tjera. Unë kam shku në Prishtinë, jo të marrë pjesë demonstrate, jo të rrehë gjoks. Kam shku për hallet mija dhe jem hedhë në ato turbullinat tona që udhëzën nuk unë alë më kurë. Dhe atë e kanë zonë demonstruesit, ja kanë marrë automatikun, edhe ai fliste mos një njerëz, unë jem hungarez. Dhe thëmë, mori bre, mos e merrim qafë. Nga vret, është ndërja fishekt, kthej automatikun. Ja kanë kthy, e ku marrë tash ule automatikun, se ta marrin tjerët. E kom qitë jashtë atë trajtubës, më ka kthy, më ka thonë, nëse ndonjëherë vije puna ngusht, jam filane, kam qitë adresë, e ku marrë të mene atë adresë. Dhe kur kam shku në Subotic, i ma fru, po e shof burektore. Jam një shqiptar. I ma fru, mirë me gjesë, mirë me gjesë, vëllau. Edhe ma ka pru burekun, po bisedojmë, ka hyni policë. Edhe po më shkon mene të ajë tash, ai që e kërkoj, sishte, i kishte vdek, tash po e kërkoj e ka. Pe thëmë ati janë, je filore, po me te isha në drept natës, ta shkoj në shpi. Pe thët ai, shqiptare, tha, që telefoni thire? A sa kam rri atje? Pe thët e kini me këtu, tha, që e kom të telefoni, kom folë. Në zomë ka mojt men atje, dhe ka thonë, tha, ama tjerin që të telefonin, e ka thonë ati, ma sjell të shpia. Kam shku, djallë Hastreti, nëna qatë djallë, ka dalë ajo e ama me lëtë. Ku i e qysh i, a i ka të regu. Kam dhim brana, a i ka ecë, thëtë kemi pytë shumë herë, pas të e më largunë, isha jashtë punës, nuk isha në punë. Thëtë i më ka shpëtu djallin, thëtë Zotit ka fru me martu. Edhe mi ullë, nga ka shtu kaftjallë, e ka përgati për djallë vetë. Në kam në rrinte dhe flista jo, që nona për djallë. Më pytaj djalli, qa që kisha pas bisedë Kosovë, qa që tash? Tha ti, për qef se ardhë, tash ju. Tha qëfar hallet ka fru? Kam marrë të pës, tash parazikt për ty, du me kalu kufini nëse... tha ato pur i din nona. Nëna i din. Ashtë një rjetë e grave këtu, që unë kur tha që më interesu me hyja, ajo tha hanë ka ftjallë djemë të mi. Tha, kjo është punë për mu. Kemë unë ka ftjallë, jam pastru, kemi ra, kom ra në pen letrosër që s'kam fjetë kurë. Kër im që dikur mas dite, e kom dëgju një zëtë trash në atë kuzhinë atje, ku punat ajo. Ku jam që, aje kishtë emni Zoltan, hungarez, në Kurudh, në kalim kufitar hërgësh. Ishte kushëri me atë gruën. Kur më ka shëqu, për e asaj, tha, nuk kam robe për këto, tha, ne kem robe të bëdha, këtë kështu i holli, i lëdh, veç ashtë e lkur. Tha, ma jep pasaportin, më jep robet, rrën pijame, tha, të tash të bje të robet e kurudhëtarët, a e më ka marë. Kam shku me te, më kam mësu, thëtë, kur shkojmë atje, merë ato lubrifikimin, me lyja ato kryqëzimet e rrugëve. Ushtarë të ishë kalumna, ata përshëndet, që këj përshëndet, unë isha me një farkonte me mashti. Më ka thonë, ullu në vagonin e para fundit. Në kupene para fundit është një grua aty, ke tesha tua. Shkon në toalet, vesh i tesha tua, hiqi këto lej aty dhe estu që. Interesante. Kur kam hyrë në tren, ushtari më ka peskat. A treni nuk nalej.
Një hype ja kom bo me dorë kështu. A i s'ka qenë aty me mu, ka qenë, nuk e di ku. Ka shku me pi me dikan atje. Kom dalë për ja, kom hynë në kopere 2 t'i grue, kështu rrente. Qanta jam aty, e kom marrë qanta, më shku në toalet, kom qitë të teshat e kurodarve në shport, kur e këthuja nuk ishte aty. Pasaporti, robet ishe me mu dhe unë alëm në Hungari, dhe gjuaj i qekani, që i kontrolantën e kurudhen, ka orë polici, ka forë, jo në pot kiva në hungarisht, ka thënë marko dollari. Aty kom pa vetë ku në rëf, i kom shti në rëf, i kom bo markat, kështu fish, për më morë dikosh të kem, dhe e kom gjirë kështu letë. A e ka kop kokët, ka qesh, i ka ravull pasaportët dhe kom kalu. Sa zgjatësi rruga tha 30. 30 ka Si dalë. ishim fillimet në Suedi pastaj? Ku vendoset? Jam vendosë në një Si u prite? ta takoj një shok që ishte lënduar në Kosovë. Pastaj kisha ndërmend me shku për Holandë. Kisha ëndër ta studie drejtë ndërkombëtare. Sa kohë kom nejta që kishte nevojë për krahje, për rehabilitim kështu, u qitë revizët dhe metën Suedia, Norvegjia ose mu këthy brapa, tjetër rrugë s'kish. U mbyllën për ne. Jem paraqit. Pastaj kam shku Manveria të në altë. Jem taku një botë tjetër, me një popull tjetër, me një kultur tjetër, me një religjon tjetër. Kam mendu që jemi lexuar, po më kujtohet e kam lexuar vetëm një fjali për protestantët. Që është reformu kisha. Martin Luther e ka reformu kishën, qash ma shumë s'kam ditur, reformu. është krejtë larga e asaj që ne kemi mësu për krishterizmin. 1506 ka qenë katolikë muslimane, jo? 1520 ka qenë lufta katolik protestant, kur ai i ka kundërshtu papës, dhe kjo pjesë e zhvilluar tash e botës është protestante. Kom pa gjëra, kom mësu gjëra që nuk kom pas as të mësoj, as të dëgjoj, as të takoj njerëz të binive të tilla. Që edhe sot kur takoj njerëz mësoj nga ata. Ndoshta ata mësojnë prej meje. Sigurisht që po. Gjatë asaj kohë ka pas edhe shqiptarë tjerë që kanë ardhur. Natyrisht ka pas, në shqiptarë shumë ka pas. Dhe që atëherë jem kristalizu. Më duke se më shumë humë në kohë, të bisedur me zvetin, ne të mirë me vesh çka po donë, pastaj ajo nërgata e kaluar që ishte para nesh, para viteve 90, enveriste, titoiste, zogiste, royaliste, ku ta dion ato kundërthonit e tyne, duke ideore, ato na u fotën edhe ne, ato kishim grindin me zveti, thu se bëri monolog ne. Përveç vështërsive Dhe ju kom kap, me njerë kom kap gjumës, kom ditë anglisht, bukur mirë atëherë, po mu ka bo pengesht fillim. Anglisht është një grush gjusor me suedishtën, dhe kom pas fatin takoj njerëz të ditur, ata që interesuar për ne. Kur i kanë pyet disa bashkëvendas, ka thonë jo, për këtë pyetje drejtoj atij. Kanë ardhur njerëz, kështu kam vu kontakt me njerëz që po më intereson si u pritet prej suedezëve, si u pritën suedezët, si u sillën shqiptarët kur erdhën prej Kosovës. halli deri te padrejësia të vojtë na degdese na shrenjasën nga dheu. Në hodën. Nuk është numri i vogël atyre që nuk e sjellur mirë. Ata nuk kanë bërë dëm Suedi sa ata mendonin se i bënin dëm. Po na bënin ne dëm. Ne si shqiptarë, si kolektivitet, shqiptarët të Kosovës, rasti më i vogël, këtu është e hapur. Atje kemi bërë, por nuk është dëgjuar shumë. Këtu dëgjoj, pastaj është ajo trumpetimi i propagandës sërbe që ka qenë përpara,
se jemi tillë e tillë, dhe na sikur ja vërtetonin se jemi bashkë ashtu që po thonë ata. Por bindja ime është suedes të shikoj personin. Ti si sillesh, për ty e ka mendimin. Ai tjetër është tjetër person, është i ndomë, nuk është i njëjtë. Dhe në të tilla mendoj që e kam pa solidaritetin suedez që mu ka befasu. Ditët e para, në kamp, vajzë e re, e kish mushti thes në rroba të lara, këpuc, e kishte prua dhe herë dhe tha, nuk po di kur e me jadhon për qëta njerëz e kom. Po e për qëka jetha gjimnazisht, anglisht, se dojmë. Thasha dirë për Kosovë, po dëgjoj për Kosovë, nuk di, tha shumë. Po për jo tha shumë njerëz, të di që jeni nevojë, mirë se keni ardhë, dhe ajo mirë se keni ardhë. Prej kur kam hinë në Suedi, dhe deri sot në Tigllon, fjallë e vogël, po me dëbëthanjet të madhe. Ke të regu edhe më herët kur jemi taku, është interesant edhe për ata që do të na shqetësojnë, sa ka qenë e vështirë që ajo periudhë me u zhvendosë në një shtet të ri, siç e thatë edhe ju më herët, me një kulturë të re, me një zakon të ri, me një rregull ndryshe, po të njëjtën kohë edhe situata në Kosovë ju e lehtë. Atëherë, le të më falin shikuesit tuaj, atëherë kom vrejt diçka të ne, të shqiptarët. Edhe atëherë në fillim, edhe ma vonë, edhe gjatë luftës, që femra jonë mu më ka dalë, nështë mund të gaboj, le të falin të gjithë burrat, ma e ndjeshme, ma e dhimbshme, ma e dashur, ma e kujdesme për Kosovë se ne, se burrat. Ai 3% që ishte atë në fillim, ma vonë, kur vish i lajme, ka me ti familje dikun rrugë, pa bileta, pa mjetre, pa ku ta dion, gratë ishin të parat që ndëgjonin, organizohesh dhe dishin ndim. Ai jeta jonë patriarkale ka lëgjuar, po ndjenin e mësis, ndjenin e nënës, të femrat, unë e kam përjetu një tjetër, që atë ku, le të më falin prap, shikuesit tuaj, por unë e kam atë djenë, atë konsiderat, atë respekt për femrën shqiptare, kur qorin pleqve, që me që këshin njoft, vihret, këshin me të vihre vetën, djali ma pak interesoj se reja për vihre atje, pastaj ai djenja në Greqi safrët të ishin, kur dikush cakrohin me zveti, keni turp, qena gratë, kur s'po grindemi, ju burat për gjera politike që nuk e gjefnin. Ka pas edhe, natyrisht kampe që shqiptarët kanë jetu derisa i kanë marrë dhe qëndrimet. Si ka, a ke përjetu kampet në Suedi? Po. Qysh ka qenë ajo kohë? Njëtën kohë, gjithmonë po du me marrë përgjigjen sa e vështirë ka qenë me u vendos këtu, me u përballu me këtu fillimet në një shtet të ri, por edhe situata në Kosovë jo e lehtë në gjitha aspektet. Keni ndo parën që atë kohë, keni qunë Kosovë, jeni kujdes për vetë-vetën, po njëtën kohë dhe për familjet në Kosovë. A ditën mos sjell shqiptarët në qatë kohë, si kanë vepruar? Si pas teje? Kjo them, ai që themet e ne, i hajrit, ai hajrit është edhe këtu. Ai prap shtane atje, ai prap të është edhe këtu. Kishte tillë që pengonin atë aktivitet që ishte më barë kombëtar. Atëherë i kam dëgju njerëz në zemër që ka thonë, ne po ham, po pim, pa ata kanë. Ne jemi të sigurt, kemi rrujmë, pa kanë, ata kanë. Dimir kur ishte ne, kishim zemë qendrore, pa ata kanë zemë, sa atje me druën, me simbesi. Ishte e krahasimi, mund është asilitar, ka tërheq më shumë ajo ona njerëzore kështu. Kampe, quar kampe, po ishin, unë mbaj mend qytete ku kemi shku, na kanë në qendrën e qytetit. Normali është qendëri atje, dhe të sare kur lëshu, ne kemi qenë banorët e parë që kemi hyrë aty. Unë atër kam qenë pa familje, me beqarë, me djemë 3, dhe të jesha e ri, pasaj në mesin e tyne, dhe atë natyrisht, ka edhe ndër suedez ka që kanë paragjykime, kanë armiqësisht ndaj të huajve, po të jemi objektiv, kanë arsye pse janë ata të tillë.
pavarësisht sfidave këtë, a mendon që ka qenë situata në Kosovë një pengesë për më integru shqiptarët si duhet në atë kohë kur kanë ardhur vitet 90, 91, 92? Sepse do të thotë kur kanë ardhur të, shumica është dashur kanë ardhur për çështje sigurie, mandej edhe ekonomike, është dashur me punu, me dërgu të holla në Kosovë, edhe gjithmonë mendjen atje se çka po ndodh, çka po bëhet. Jo, pikpamja ime është kjo. Kosova, rasti Kosovës ka evolu. Kur kemi ardhur, Suedez ka ditë pak për Kosovë. Shpesh është datë hartë t'ja spjegoj ku është Kosova, ku është shqiptarët, ka janë, çka janë. Kur e kuptonte një, pastaj spjegoj të tjetrit, pastaj vizit tjerët. Kur e kam mësuar gjuhën pak, unë puna e ndërtimtari, një kohë, dhe mbrëmje, pastaj shoqata të ndryshme. Unë kam pas raste të shkoj në shtëpi pleqve. Pleqve t'ju flas, ata kanë kërkuar, ka dikush, po ndëgjojmë Kosovë, ç'është ajo Kosovë? Dhe do të tregojmë atë hallin tonë. Pse? Merrem pyetje që çuditshme, po për ta ishte e tillë. Interesante edhe. Pse si tani me serbët, çka kanë serbët e di. E tash duhet ndarë atë populli serb si popull dhe pushteti si pushtet. Pse deri tash ka qenë kështu e pse tash u bë kështu? Po rasti Kroacisë, rasti Bosnës na kanë ndihmu, ndoshta s'kemi ditë ta shfrytëzojmë në atë rast, dhe rastet tona pastaj reportazhe të ndryshme, kontakte diplomatike, mendoj që nuk e kemi shfrytzuar sa duhet për me apo jemi vonu, si zakonisht ngadalë çalojmë, dhe nuk e kemi shfrytzuar miqësi që kanë ofruar suedezët në kohën e dur. Unë kam pas një rast, një bosnjak, ka qenë anti-suedez, i shante, i fynte, i pshtynte, dhe një ditë ka qenë anije që ka shku për Bosnjë këtu, suedez kanë për, edhe ka lyp shofer. Nuk ishte për ma unë, edhe ai shofer, atë e marrën shofer e qesit. Dhe kur është këthy ishte tjetër njeri, po hesht. Pe thëm, mujo, tha kuku për mu. Pse? Kam qenë në kolon, tha e sa shisha për para, ishte kolone e maunave për një për Bosnjë. Sa pasqyre jam sheke për mas, tha, ata vapora, tha, sa kretë katune jam. Tha, mendova, sa po japim ne bosnjakët, e sa po japim suedezët. Kretë ata kamionë, tha, kanë shku për Bosnjë. Thuj, çka do shta ky popull është human. Ka njerëzi të këta njerëz. E vërtet, si ka qenë, pastaj o dash kohë derisa e ke marrë qëndrimin. Sa vite kalon derisa e marrë qëndrimin? Afër 5 vjetë kam kalu. Rastimi specifik, mos t'ju lodhi ata dëgjuesit tuaj, kam hasë vështirësi, po nuk është faji suedis. Pastaj ka qenë fillim i ri, mbas se ke marrë qëndrimin. Po pa e marrë lejen e qëndrimit, kam pas fatin të shkoj në veri atje, në veri. Jem taku me një njeri, me një jurist, kolegë tim në profesion, ka qenë shefi policisë, një njeri shumë i ditun, dhe ka pyet një bashkëvendastor, thot, diçka thot jo, këto pyetje nuk divesh, dhe ka orë prej atje 700 kilometra, kemi nejt një ditë, kur kam përcjell, tha, ti mund t'jesh përkthyes atje tashu, edhe se të gjuhën. Tha, e si folëm ne që 2-3 orë, kam shku, mirë po banes, pa e marrë lejen e qëndrimit, banes nuk mjefshin. Ai protestoi, shkoi lart, ku ta di, po këtu është ligji. Dhe kur u kthym, tha, nëse do mund bënë ashtu të ne. Thash unë parazit familje tonë, tha s'pagon banes, as rrymë, as ujë, thash jo. Jo, tha si parazit, po si mik. Dhe vërtet doli mik. Ai pastaj dhe tjerët më kanë mundësu që të takoj njerëz të penës, njerëz diturisë, njerëz librave, dhe ta e kom pa për herë, por në podrum po e them, ti librin, dhe të gjitha veprat e ka adresë për këthyra suedisht. Dhe përse cilën më ka fola njeri jurist ishe, dhe unë që them ndjesha i pa ditur në krahasim me te, kur ai shpjegon të për personazhet e titujt e librave të Kadares. Kur më ka folë për Ibrahim Rogovën, ai bante shallin. Dhe unë për ma hipe, tham, si lideri jonë. Po, tha, për Rogovën e diti. Ku ke po, tha, kam pa Gjermani.
Dhe më thënë Gjermani, ka qenë ka pas një lyk, e ka pa dhe kështu. Po ato takimet personale janë shumë të rëndësishme që ne nuk e kemi çmu sa duhet, apo si kemi. Kështu ishte jo gjatë takimit mësoja, për ata informohesh edhe krijonin miq në atë formë. Pastaj ai më ka mësu që të duroj librat ka dares. Që flisje suedet për Kosovë, ma gje libre, ku e ke, ku shkruan aty, po të besoj, po ta shoh për shkrim. Dhe më thëtë libri këtu që muhet shumë. I vetëm i libër, në fillim, kur kemi orë, ka që libri i Branko Horvat, një profesor i Kroacis, çështja e Kosovës. Atë e fotokopionim, e përktherim, atë e kishim për fillim. Kishte libër për Enver Hoxhën e për marksizmin, leninizmin, ku ta diun, po për Kosovë kishte 12 i kom gjetë serbisht. Shqip asnjë. Aty është pa ajo disproporcioni, kur thëshim suedezët 90% e shqiptarë, qysh e kujni, dhe mu më kam të mësoni, folni, dilni. Thash, kam qenë shtëpi të pleqve, dhe mas dytës ka një oficer. Djali një plaku aty që ka qenë ku shumë vizitu, thët ka qenë djeli njeri, thët ku është a njeri kur ka ardhë, kur ndherë oficer. Tha baba, më dha adresën, emnin, tha herë dhe të shof, apo vjen të li ushtarëve të orë. Kur ka shku në Macedonia, thë unë predep, shkonin në vend hujt, pa njoftun, shqiptar, Macedon, qysh të njofim, aguzoj t'ja japi dorën femrës shqiptare, nëse më përshëndet. Qaq large, qaq propaganda ka bat largimin nga ne. Pasar kur ktheheshin, kam kujtime shumë të mira prej tyre. Shumë prej tyre më ka ftuar në shtëpi, feste familjare, fetare, të botëbotët e ku ta diun që i bojnë. Gjatë asaj kohe, gjendja në Kosovë gjithmonë shkonte duke përkeqësu. Shqiptarët kanë organizu demonstrata, kanë dërgu t'holla në Kosovë, qoftë për ushtërinë shqiptare të Kosovës, por edhe njëra tjera. Si e vlerëson kontributin e mërgjimtarëve gjatë asaj kohe? Unë do të citoj një plak që vjetë ka vdekë duket, Isat Mjekiqi, një moshatari babait tim, kur kam taku mas luftën, ka thonë kështu, shif djali Ferizit, Feriz quaj baba im. Të mos ishit tha ju, mërgjimtarët, as shkollë, as mjek, as boks do të kishin. Tha, do të duhet të nështrojmë, që sërbit thëmë, qysh do ushti, qka të thushti, zotni edhe mja puth kamer, tha, ju ratë në shpëtot. Ato diplomatikisht, politikisht unë nuk e marrë vesh, po edhe ato keni bo, po unë po flasë për qëto që unë i kom përjetu. Ajo paraja juj ka qenë arma ma e mirë që mos të nështrojmë i sërbit. Mendoj që e ka gjithë atë thelbin që farë ishte ajo kështu. Jemi dëshmitarë edhe jemi mërgjimtarë dhe na vetë, dhe jo rrallë herë mërgjimtarët, po e thëmë kushtimisht tani sa po shgjenje ndojherë për shkak mos respektit në Kosovë, tani kohës fundit. A me dënë që është harru pak kontributi tyre në Kosovë? Apo pse ndodhë kjo? Pse po ndodhë kjo largësime njëri tjetër? Pse nuk ndjenë mërgjimtarët ma të mirë pritur në Kosovë? Unë bëj krahasim ka pak me vendin me këpretës ku jemi këtu. Ky dikur ka qenë në vend emigrativ. Një katërt e popullatës ka jesë prej këtij vendi, jenë me jo fshatra, jo qytete, po krahinit të tëra, që sot është deri një komunë. Ka 11.000 kilometra katror territor, sa Kosova. I ka 20 banor ende. Sa kretë Kosova është 20 banor. Dhe ata mërgjimtarët suedez, kur kanë shku në Amerikë, ata që kanë ka punës, shkollimit, ditoris, ata janë pasuru. Ata nuk kanë harruar dhe jonë, kanë arë Suedi, spari që ju ka dhenë a impulsi, injekcioni parë Suedis, është drejtu Hekurudha. Hekurudha ka mundësu importimin e dzeve prej veriut të drunit, më vënë kanë bërë elektricitetin, sot janë në çdo qytet, i keni hidrocentralet e vjetra, me ata rrypat shumë thjesht, si mullinet tona, atë automakinat kur e fshishin dritin, po ato janë muze
që mergjimtarët suedez në Amerikë kanë investu, ata nuk kanë ba ahegje dasma me mia, jo, ata kanë ardhur, kanë të ditur, të mençur, projekte të ndryshme, dhe Suedia sot është këtë nivel të zhvillimit, çfarë është kulminant në Evropë, që është e vogël me territor me popull, po ju bën konkurrencë imperatorive të Amerikës, Anglisë, Francës me inovacione, se ka pru diturinë. Dhe kanë shembull i mirë që ne mund të mësojmë, jemi të zhgëlqyer ne mergjimtarët, se ne kemi prit më shumë, kemi prit më mirë, kemi prit më shpejt që do të kthehemi do të marrim. Vajten punë si vajten, kemi mujt të ikim disa grupave, disa sikur që kanë bërë shtete tjera më herët, mësojmë prej tyre të kalojmë disa faza, po si duket është kjo farë smundje feminist, lindje shtete ose shteti i ri. Dhe e kujtoj kohë mas lufte, politikanët tanë kishin nevojë për viza, për strehim, për banim, atër ishim të mirë. Ta shoqen vizat, u bëm shtetë të shpallën pavarësinë, ma pak për ju duhet për ka e jonë, pak a shumë jemi të neglizhumë. Kur do të këshillojmë, apo të ju duket për ju vjenë ranë, që për ju thëmë, kjo mund më atë ba mirë. Nuk kanë durim të ndëgjojnë, që s'kemi për të ndërë të azon dherin asë njeve atje, asë të pengojnë, po të japim një impuls zhvillohet, të eci ma përpara. A do të thotë edhe kjo që ndoshta edhe mergjimtarët dikun gabuan për diçka? Sigurisht, nuk jemi të pagabimi, të jemi korekt. Ka raste këtu, mos për mene emër, ka hy kredi, ka moni kërë, aso me 2 gykat benzinës, si pëjqure, ata nuk e di unë, të madhë, me shku atje me të regu që qëre jashtë ka bon. Ajo është një dami dyfisht. Shumë të ri ka lakmu ato sjellje megalomane dikujt, po qështu që ka mirë, a që nuk e me ndëgjatë, u morturi tash për as bashatiset atë dheu. Edhe ne kemi një pjesë fajt, duke të reguar. Nuk të regujnë ka modestia, ata që punojnë, 11 muaj, kursejnë, që kur të kthehet prindit, të vllau, të motrës, të dajës, të tafërmit, të gjithë me ka pak, gjithë ka pak bëhet shumë. Po nuk të regon që edhe gjumit se ka në regull, po të punonim me përpikri, edhe atë shumë, edhe atë mirë, atje sa punim këtu, do të bënim edhe atje Suedi që kemi këtu. Do të ishte, bo Zvicër, kur po thojnë nga njëre. E di që më këtë regu edhe më herët prap për flasim për dëgjuesit të podcastit tim tani. Sa të mungën Kosova edhe njerëzit atje sot? Ose gjatë kësaj kohe, për shembull, vazhdimisht? Janë që 33 vjetë që jetoj në Suedi, kur asnjëherë nuk e ka po anër Suedi. Natën, sigurisht e truni im kthehet, atje jam në mëngjes përsëri këtu. Dhe të bëni krahasim të vogël, në fillim kur e kam pasat, e kam diku një skiz të vogël, në të kampët që përmend ti, silleshin tan ditën me një grosh Kosovë, në pash batona, nuk ishim ku ta lenim, nuk i besonim as ku t'ja japnim, binin me të ngji, flinim, andronim, në Kosovë më të mirë dhe përsëri qoshim nesër kishim atë barën e Kosovës, shpinë. E kam barë se 33 vjetë dhe barë të dhe sot. Nuk, çdo njeri ka të kondën e vetë shqicimit, po atë dhe, nështë edhe drurin, pipin, kur ta marrësh dikun ta çvendosësh, do që bjeni vend më të mirë. Po sa më i madh ti e druni është më vështirë të zej apo të sherroj dikun gjetiu. Për mua ishte vonë mergimi, po ishte goditje për mua që erdhi. Ç'ti bëjmë? Shqiptarët në Suedi nuk jetë pa organizuar, kryesisht me shoqata. Si mendon se ata e ruajtën identitetin dhe kulturën dhe gjuhën shqipe këtu në Suedi? Të gjithë jemi fajtor për atë që dim, e mund të bëjmë
dhe nuk e bëjmë. Unë nuk jam i kënaqur në organizim. Është potenciali i madh të shqiptarëve këtu. Jemi numër i madh, jemi larëshi e profesioneve, njështë ditur, magjistra, inxhinierë e doktorë shkencash. Ai sindrom që para përcjell atje Bajratarllaku, atje ato kahenarizmat, ato kush me ken ka qenë, kur ka qenë, ato për a dëmtojnë organizimin tonë dhe ky shtet mundson, nuk e shfrytëzojmë gjitha të mirat që e ofron, që ta ruajmë identitetin, të jemi qytetarë në atij veni, të mirat e tij që na ofron dhe të ruajmë fëmijët tonë që truhet gjuha shqipe. Identiteti kombëtar. Fëmijët tonë, Suedia ju garanton gjuhë amtare, i pagun mësues tonë, po do të na ruaj si shqiptar, po se duket ne nuk jemi bashkë për ta ruajt atë. Cila është arsyeja mendon ti? Pse nuk shfrytëzohen këto mundësi edhe më mirë se sa që po bëhet? Unë si fëmijë e maj mend një njeri për mu të menqur, të ditur, që pos prindit mi, ai mi ka dhënë bazat e para të edukatës si njeri. Ishte hafiz, i miri, dhe ai kur vinte tek ne, ishte 7 kilometra rrugë, vinte kam, mas i hëngësh në darkë me burat, thoshte mi bëni fëmijët këtu. Dhe ne uleshim, nuk ishim ku të ulemi, ka 2 dru të shkurtu me i bëshim dhe ndëgjonim. Ishim atër me kokë të rruara, me plis, ishim me lecka, gjonjve dhe bryljave dhe ndëgjonim. Dhe ai ulte fjallorin që me kuptu nga fëmijët. Dhe po e pyet dikush ta sa sharti ka muslimanijeti. Ai po qesh dhe parashikon i fëmijëve. Po mduket po e shohat fytyrën ti me mjekër, i pastër, pedant, dhe një fjallor shumë të pasur. Tha shqyqari shokët e mi, nera, thashtë, na rrudheshin dvegjën, ai ishte njëri i madh. Tha, për këta jenë 33, po për ju i kam veç 3. Në ndëgjonin. E para thashtë, mos rrej, mos gënje. Ai frymës. Je insan, je njeri. Mos përgojo. Je besimtar, je me dini iman, thashtë ai. Mos tradhto, je vatanli, je dhetar. Që si marri qytetëria, tha, kërë ka dërë, kur s'keni më njerëz. Ato 33, ta plesit i mësojnë. Për të dytën, ati njeri që jemi me njës, klasën e 6, babajnë po e pyet. Tha, Hafiz, ky djallë po mëson mirë, po ka marrë me që për hoxh. Brezi ba bestim, s'ka di tjetër, hoqë mësus jo, valla, se këta me flak, pa ples, të pa fe, ku ta dy ato fjallë të tyre, edhe ai e ka këthy kryta dhe më ka shqequ. Më duket ju ka bëdhimit. Dhe i ka thonë babës ta kështu, tha, mos kushëri. Mos ja prej, tha djallit kratë. Me qu për hoqë, tha, si me qitë në shina, në ta binarë të trenit, tha, shkon trenit e në pej, manes shkon. Tha, për du të këthy që ata, tha, a nuk shko, tha, rrugës. Që ata, tha, shkon, vjen, marrë shko, tha, e ky, tha, duhet ma shumë, ma gjanë, ma largë me po. Ta shkurim, këm humë, prej atë dhejë, këm marrë tu, kujtu, ta, tha, farë pra pami e tia, po që ka qenë ajo. Më vonë, ato fjallë tia, ato sharte, 3 sharte që më ne ka folë, i kom po në televizion suedez, ishte një poet persian, i përkthyer suedisht, dhe gjua titull i librit ishte mos gënje, mos përgojo, mos tradhto. Tahir Hamadian, persian po e quaj kanë baba Tahir. Edukata që ku fillon. Dhe kameta e tij si udhërfilm, ato 3 tani jetën jam përpjek të begatoj. Sa jemi ne që nuk e përgojojmë. S'mundi është. Po për prapametër, po për pa qytetruar. Po është kjo arsyeja e situatës
para luftës. Unë gjithmonë them, ne kemi arsye të mos dim ose të mos jemi çfarë duhet të jemi. Por kaluan edhe 26 vite mbas luftës edhe fatkeqësisht po vazhdojnë shumë gjëra. Sikur nuk po dim me mësu ndoshta sa duhet. Apo ndoshta të na gutet edhe po mendojmë që nuk po dim sa duhet. Njeriu pëson fatkeqësi. E amputon këmbën. E gjen protezën. E nxjet. Ai nuk rrin mo pa jetë, qohet, punon, gjallon, jeton diçka apo me një dorë apo edhe me një sy. Ne në qerek shekulli ende po qohemi në atë luftë se kaloi lufta. Lufta përfundoi. Është pas lufta. Tash është zhvillimi. Na po vendumrojmë, po sillemi apo sikur nuk po ecim. Më kujtohet mësuesi im, poet që më ka mësuar thotë, që qenë fëmijë. Ai që lexon, edhe ai më ka dhënë atë shtytjen me lexu. Ai që lexon thotë është sikur ujë burimi që rrjedh, i kthjellët, i pastër, ai gurgullon, ai estutje, ai ujit kopshtet, ai i jep zogut ujë, ai jep njeriu totarit, baktis. Ai që nuk lexon, është sikur ujë në një vend ku rrin, ai thoshte puqill, një lloj knete i vogël, ai ujë nuk pihet. Ju e dini çka bëhet ata ujë aty? Po vetëm edhe për me lexuar mendoj se duhen të para kushte. Ndoshta nuk i kemi akoma në standard për të lexuar sa na kemi dëshirë me lexu. Unë nga njerë, si mërgjimtar, për prekuritim të lashtë, realidasit tonë, kur kanë shkruar në përmërgjim, edhe është pjesë e mërgatës, edhe është pjesë ma e lavdishme e mërgatës tonë, krijuesit tonë që kanë qenë. Prej Naimit, te Konisa, te Kutadion, në për gjithë Evropën, në Rumanien, në Egjipte. Atëherë ka qenë asë një përqis ka pas lexues shqiptar. Pa ta kanë shkru, kanë propagu, kanë afru, kanë qenë shkolla, kanë qenë petë fetarë, për në qatë petë fetarë prifti ka dhënë mësim, apo hoxha, kur ka lujtë koka, Barazik ka qenë ta gjeni liber Shqip Jugoslavi, se me vrani njëri, shumë arani e dënu me këtë se me atë. Dhe shkollimi, kur është hafë, kur është leju atëherë, kur kanë arë mësus, e në skoliqi, kur i bjenë 200 mësus, ka qenë ajo, në petkën e fashizmit, e ka shfrytzuat atë, tash me thonë, ka qenë shkolla fashiste, heqe a bëhet, dhe pikpytja është, unë kam hasur në bisedime, biseda kur thështë, të mos ishte që ajo, komunistët dhe të ndalën e gjuhë Shqipë, si që është bëmë Peshter, me Sanxhak, dhe dhe të flisim sërbisht, shkollë që është në shtëpi. Por, kër e kanë krasu, ka polë kërë thënë, që është të ndalën, fashistët e ka leju, e na komunistët jem kush jem, së banë me ndalën. Por e thona që farë kanë qenë. Sukses është në bazë të kushteve dhe mundësive. Kushtet janë, mundësit janë. Standardi nuk është ma që ka qenë. Unë i kam kry detyrat e shtëpisë në dritë stufës, jo në dritë lambës, s'kishte vajguri, ishte shtrejt. Mas luftë në atë kohë, 20 vjetë të tje, tash, shtypi, radio, interneti, ku është, cila është, nuk më të ankohemi. S'kemi ndoshta edhe shumë arsye, por me që thatë se kjo është e vërtet atë ne. Në veprat e tuaja, tema e megimit nuk është e padukshme, sidomos në librin e pabotuar, nëse më lejohet ta them kështu, me që lexova me Kadarin, apo është temë e dukshme. Si ka ndikuar kjo në përvojën personale tema e megimit me krimtarin tonë letrare? Dërgimi si dhimbje, si përjetim, natyrisht ka degradu si njeri. Atë dhimbjen në trup ka shkaktu dhimbjen në tru, në zemër, në shpirt, por mendoj se e kam përdor atë dhimbje si shtytje për krimtari. Dhe mas e përmene Kadarin, po e them e kam pas si pris
si përka shtimin afër meje, që me emrin e tij, si referencë, me librat e tij, takimet me njerëz që kanë njoftë Kadaren këtu, kam rri, takoj njerëz që kam marrë mësime edhe me shkrimtar, edhe me poet, edhe me gazetar, edhe me tjerë, por më kujtohet, kam taku në veri Sara Lidman, ka qenë shkrimtare e njoftër suedeze, bija një minatori që e para ka shku për minatorët këtu, dhe ajo është shkaktare që Suedia ka përmirësu kushtet më të mira minatorët e kanë Suedi se në gjithë botën. Dhe ajo më ka shpjegu çka është krijimtaria. Thot, krijimtaria është më e vlefshme se arma e zjarrit, më e vlefshme se diplomatët, më e vlefshme se mësuesit, më e vlefshme se gjitha organet shtetërore, policia, gjykata, gjitha ato. Krijimtaria. Se kur të flasësh, njeriu i ditur prafërshin fjalor, mu më ka do vete më kanë pyet, çka ke punu? Përveç në fund kam punu si murator, edhe në Kroaci, kur kam qenë edhe këtu, kur kam marrë, kam punu në krijimtari. Çka ke punu së fundi, kam tregu murator. Lef murator. Çfarë arsyemi ke? Çfarë arsyemi? Diçka tjetër pyetje. Do të thonë fjalor e din taj që ka të bëjë me një njeri që ka një huri. Kur ju kam tregu kontaktet tona, që nga lashia kur i kem me suedezët, shumë prej tyre kanë thonë unë kam nevojë të mësoj, nuk kam di që kemi mri atje. Lufta kryqëzatëve në Dors, kur kam rri veriorët atje kanë lënë mortajrë kanë pru. Pastaj është ali pas Tepelera që bashkë kemi vizituar në Tepelera atje kur i kam thonë ku je, është taku me mbretin e Suedis, dhe Mia Gjakun e tje ka rujt pistoletin e Napoleon dhe shpatën e Carl Gustav të Suedis. Dikush të ka blet, dikush e ka dhuru, por ne që e ka rujt atëherë. Më vonë kam mësu që kardinali ma vënë bo pap, është Albani 11, papa. Atëherë nuk ka qenë papa, kur ka qenë lufta 30 vjeçare në Gjermani mes katolikëve dhe protestantëve, ku ka rënë kontakt me mbreteshën suedeze Kristina, ai ka bërë po ti si mbretesh, si nonë e ardhshme, mund ta nalësh këtë gjakderë dhe të pa kuptim që 30 vjet me një kryq, me një bibël, gjithë këto varreza u shkatërruam dhe e ka dalë luftën. Është merit e atij bashkëdhëtarit ton, më vonë ajo abdikon, lën fronin, kthehet bëhet katolike dhe shkon në Rom, dhe atje është fotografia e parë e një femne që është vu në thesarin e papatit në Vatikan. Pastaj Konica, kur ka qenë këtu që përdor atë ngrinat vajzën e tij. E tash kur ne që jemi këtu, kur ka qenë Demaçi në 94 më duket, mos gabofsha, kur ka qenë varrimin e Berit Baker në Norvegji, që ishte mike jonja, atë ka vrarë shqiptar, dhe në ditarën e saj ka gjetë prind që Adem Demaçi ka vllatë shpirtit. Dhe norvegjezët e kanë thirrë prej atje, ai është përshëndet, e ka vrarë shqiptar, po e thret në shqiptar, të ne është e pakapshme, por norvegjezi ka bate, sa e ka thonë vlla. Dhe Demaçi na thot kështu, aty në thot, ju, familjes, norvegjisë, këtë botet i shpreh në ngushëllimi. Po kush e ngushëllon ne, si kjo motra jonë, për këtë motrë? Kush e din hallet si kjo motra jonë? Kush na shpjegon botës me gjuhën e saj, që shka dit ajo, sikur kjo? Dhe më ka pyet një gazetar norvegjez, kështu si pak që po e shiqon duke i vogël me trup, ai është i madh. Tha, është ky njeri me zemër të madhe, është i krisur. E thash unë pak, edhe që ne në gjuhë, për tham, a thënë një norvegjez njerëz të krisur në varrimet, personalitetet e tilla? Jo, tha, mbinde që ka zemër të madhe. Thash, jo zemër të madhe, po kështë zemër është prej kokës deri në krye. Tha, po, ta mbaj 28 vjet në burg, tha, edhe ti thot popullit sot vëlla, tha, unë nuk kam fuqi, tha, unë më shit me gjithë ditë, po unë kapacitetin e tij nuk e kam, tha, unë përkule para tij. Ishte ai gjesi i tij.
Dhe kur në Suedi e kanë pyet dikush, çka mund të bëjmë ne, thotë, kollaj. E jepnin nga një krunë. Një krunë është 10 cent, e din ti atje. Në ditët për Kosovë. Nxjerrin nga një mik për Kosovë. Nga një mik. Jo e borxhi Kosovës e keni lo. Zdi çka tha, apo japim çdo ditë ka 10 cent për Kosovë. Dyshoj. A e kemi nga një mik për Kosovë, jo për veti, për me hongër, me pi, me dalë, me lujtë, me sport, a dyshka, po një mik që është angazhu, ka dhënë për Kosovë. Unë kam shembull e djalit tim të madh të nderimit, gjatë kohës luftës, kam qenë smut, kam shku deri në Shkupe, kam mësu keq, dhe ai pe tham, që babës ndihmoj, ishin ato fluksi i madh për Maqedoni. Dhe ai shkon, e paketoi nga 4 kg ato pakut, një çokoladë, një kolladat, ato qysh keni bërë, 4 kg mbyllë e ecë shkonte. Dhe një ditë erdhi vona, u lodhë, tha pak po. Tregom diçka çka po, tha po, ka orta një plak, me atë mbajse, rullatore, thonë, tha. Tha, me zi dirë ke zoni. Tha, une nuk mujta të cili kur gjë këto që pranën ju. Unë po du t'ja pare, më tregoni kontën ku i pagu. Tha, më thaj, hajnë deri, merë këto shko, hajme shku në posta të rish aty. Ja kom shku, tha, i di dhe i dora, së mund të shkrunte. Tha, dhe e kom shku emrin, bi emrin, i kom shku ato çka duhet, shumër, tha, lërgo që tash. Tha, ka këthi, ka thonë asajt postës, shkuj me zotull që mos me një unë. Tha, ka dhorë kartelin, e ka lëshu, u kryja, e ka marrë atë flet pagesën, e ka shni në qandë, tha, e që tash, ama dorën. Tha, e kom qitë për jashtë, u këthi të falenderit, tha, dhe shkoj. Te tha, mas 5 vjetor pëqë i lidhë ti, pse bab, ajo as në hartë nuk e dirë kush Kosovë. Po e ka pa fluksin, i ka pa fotot, i ka pa reportajet atje, dhe e ka nda, nuk është e pasën ajo, pensionishtë e plakë e metër. Ja, gjesën e tilla që t'japin fuqi. Se njeriu për njeriu mund t'jetë njeri, po mund t'jetë edhe ujk, që thonë. Po këto Mirë që e përmen edhe që të pjesë, si mendon, unë mendoj që shumë herë ka dhe paragjykime për shumë popujt e tjerë. Më duket që jo shpesh e përmendin edhe në Kosovë jemi pak paragjykues. Punën e humanizmit. A dallojmë me suedezët, sa dallojmë me si popull? Në shumë aspekte Paka shumë ka shty thash këtu por derisa aja e bën një ndihmë tillë për shembull që nuk ka pas shumë njohuri për Kosovën, për popullin e Kosovës. Kjo do të thotë shumë. Unë kam parë që mas shumë t'i kanë dhënë ata që kanë mas pak këtu. Po i përsëris. Ata që kanë qenë në kufi, ata kanë dhënë edhe atë pjesë, një pjesë, shështetarën sa, po kanë dhënë. Por, kur të masim, unë kam tregu, emrat nuk i maj men, gjatë strehimit të hebrejnëve në Shqipëri, kanë shku Gjerman një familje ku e në strehu 2 Gjerman. Dhe aja është në muzeun e Holokausit në Jerusalem është e vendosur, emri ty nuk përmersh, po më në thëmë. Dhe a i t'jap, thët priti pak, ka shku i ka marrë 2 djemët e vetë, të veshuni, mathuni, unë këta nuk i jap, por ju po. Edhe i ka djemët i ka dhonë për hebrejnë që ka pasë mësafir. Nuk e kemi popularizuar atë gjest. Vitën e kaluar këmë botu një roman hebrejnë të besë, për 3 familje hebreje që kanë zhjenë për Prishtini, i kanë punë fushë Kosovës Gjerman, me që për Gjermani. Shqiptarët, një prej tyre që është vrarë më vonë prej regjimit komunist, dhe tjertë ja kanë rru vagonë nërsyq aty. Mishtria atyne e ka treg vagonë me kretë të njerëz, e ka që i diri në Durrës dhe ka ishë për Beirut, ku ka shku dhe kur se lavdu, kur se kanë bisedu se bora këtë vepër. Ata njerëz të vegjël, sikur të ne. Plite thuhet një këngë, shpi paza e shpi me nerë, fukara se shumë të tjerë. Pa ai që ne kemi qenë fukara, këtu proletara, po se ta quhesh, muaj me muaj zatet, e kap, e run. E sa e kemi... A mendon se për këto vite
sa kanë ardhur shqiptarët prej vitit 90, 91 edhe 2, e kemi dëshmu ose jemi me njës për të mirat që i ka dhënë Suedia për neve. Unë mendoj A se kanë jo. punu shqiptarët, a kanë lënë vepra të mira shqiptarët që të paktën suedez mos e Vitin e kaluar me 2.000 që i kanë në Kosovë, e kam shtu këtë pyetje. A jemi mirë njës? Po, mirë. A ka dikun në Kosovë një rrugë që thot rruga Amerikës? Jo Clintoni, nuk po flas për individ, po flas për vend. A kem dikun një rrugë Gjermania që kanë imu? Krejtë të asë më në shkru, po qëtë Gjermania si popull, si shtet, si vend, sa ka dhonë për ne? A kemi? Jo, valla, po. Është një shembull ilustrativ për mu. S'di që sultan ka qenë, ka pas mjekun irlandez. Dhe ai ka shku në pushim një herë verë, ka shku kur kthehet i dobësum. E pyetem, çfarë ke? Thë zotëri, popullin po vdesurije. Ka qenë lagështi, popullin patatet i ka ushqim, jenë kalbur, një treta, nuk del as një treta ushqim. Thë dhe të vdesin një shturije. Dhe thretat vizir, ministri, thot ku kemi drejtë me vapore, kemi në Francë. Thot 4 vapora qoj në Irlandë. Irlanda ka qenë në kunore anglezi. Dhe gazeta atër ka qenë Miljet, gazeta Populli. Dhe kur shkruan, ambasador anglez vjetë, thot, sultani thot, nuk keni bo mirë që a keni dhënë, se mbreteshe ka dhënë veç 2, e ti sultan 4. Ani thë mbreteshe, sultan 4, dy fishaj bani 8. Dhe thët jo me shpërnda anglezve me dhënë, po me dhënë irlandezve, aty një qenë me lecka. Dhe që ka bërë Irlanda? Në okupim, e ka formu klubin futbollistik Turqia. Edhe sot është klubi futbollistik që luan për nuk di, për se ligë, po edhe sot e ka flamurin turk simbol edhe në ato dresat e veshtat e tyre. Simboli mirënjohjes. Unë mendoj që nuk jemi sa duhet mirënjohës. Bota këse na kemi qaj të një jetë, na ka marrë qafë Berlini, Moskva, ajo, ky. Saj kohë, në fund shekullit 20, bota na doli për krah. Bota. Sa është merit e mërgatës, nuk matet me gramas, me nuk e di çfarë me punë. Por, për një kohë shkurt, unë vetu një Kosovë e re. Unë kam një rast, ka guri plakës, kam kalu, në Rëgjest kanë qenë ushtarë, mas tyre kanë qenë kanadezët, mas tyre zvicerantë, mas tyre japonezët, mas tyre prapë ushtarë këti. Trionët e botës ka hynë që s'ka pas rrugë kur. Kur është e rrugë, kam mendu gjatë, kam pyet, kur e mirë s'ta ka ardhe që keqe, ushtri, plaçkec, vagabond, vras, asi që ka djek shpia, dhunus, tërpnus, edhe jam nërë kam mendu, edhe sot e kam kur kalim, mduket për i shofat kolon që hynin me material ndërtimor. U bon fshatet e reja, u bon qytetet e reja, u bon rrugët e reja. Për këtë kohë, sa bota na ka shliduar, jemi ngrit, ne jemi bo Kosovë, tash s'kemi punu me ngritje një njeriu, tash gabimi joni. Bota s'ka mujt me nëndru trunin, as sjellin ton. Mendoj që duhet ndru mentalitetin në atë pikpamje, që miq t'i ruajmë, se nuk mund ta kryesh mikun kur duhet ty. Deshta të lidhem këtë pak edhe në aspektin personal. Çka na dallon sot, pavarësisht që folëm edhe më herët që mund të kemë do të thotë të meta natyrisht për shkak të situatës, po ndoshta edhe për shkak mos vetdijes për të përgatitur e punu si duhet. Çka na dallon me suedez si popull sot? Ku e vren atë dallimin? Cili është dallimi mes nesh dhe suedezëve? Për një kohë shkurt, kemi ardhur prej fshatrave, prej visëve, që s'kemi kalu botër, kemi ardhur në vend qytetrum. Dhe shumë shpejt kemi mësu, jemi kooptu, kemi zonë hapin, disa vende i konkurrojmë, disa dhe u kalojmë këtu. Qoftë profesione, qoftë sjellje, qoftë në banima, po shumë ka raste kur djemë tanë njëri vijin ka shpëtu fëmijën prej një narkomani apo tjerë, sportist që brojt gjyrat e Suedisë edhe i bëjnë nderë Suedisë, por në bëjnë edhe neve në bëjnë nderë të krenojmë me ta për veprën e tyre. Por Suedisë është sistematik. Suedisë ka punën A,
I përpikt, po kërkon e prej te përpikti. Të shmon sa ta çmosh, të ruan sa ta ruash. Ja ktheve shpinën një herë e humbe, mo nuk të kërkon suedezi. Nuk grinet me ty, nuk ngacmon, e shet që po gabon, edhe nëse gabon, suedezi ka ta kapacitet me të falë. Por ta gënjesh suedezin, je i humbur për te për jetë e mot, ku me di çfarë kapacitet kesh. Edhe të keqe thuja si njeri, edhe nëse spajtohet e pranon si njeri. Ne boni tham, Batiri nuk është thuj, u thyn pjatat mos jem, më tha se u bonome. A ka ndikuar e tha dhe merret ndoshta, por edhe kemi folë e dimi tani. Shoqëria suedeze është që respekton shumë njeriun edhe ligjin. Si ka ndiku këto kontrastet në mënyrën edhe si është në shoqërinë shqiptare? Paka shumë e the vetëm. Po na quajnë në shoqërinë tranzicion, po e tranzicioni mund të jetë është në vendet e pakta Suedia që nuk ka përjetuar revolucion. Po këta kanë shku me evolucion. E kanë përcjell gjendjen, e kanë studiuar dhe kanë gjetë metat ku janë. Ne edhe në atë Jugosllavi kur ishim atje, kemi pas pjesë zhvilluara, siç ka qenë Slovenia, unë kam qenë i ri atje aksionist, dhe më ka dhënë mësim që këtu e kam gjetë. Ata e kanë marrë për këtu, apo ta nuk e di. Thot në mbrëmje, para se të shtrihem, mendoj. Prej si jem çull me gjesë, deri tash sa gabime kam bërë. Që ti përmirësoj, ti korrigjoj që nesër mos të bëj të njëjtat gabime. Ne po më duket po i përsërisim gabimet. Vështirë ndryshojmë. Paka shumë jemi na dim, na jem ma të vjetrit, ma të mëshmët, nuk jemi. Na ka faja e protestantët, nuk ta zgjatin gishtin ty që jeti fajtor. Thot, gishtin tregues ndaj te, po që ta trej kam të kthym prej meje. E unë që ka bëra, që ti ngritë zherën, apo usile keq, apo kam diçka në fajtor, në pjesë fajtë kam edhe unë. Apo nuk e kam. Dhe po më duket se nuk po mësojmë prej tjerëve, që mund të mësojmë. Po më duket që po ndryshojmë sa do të ndryshojmë, të përshtatemi kohës, të ecim me kohën, të ecim me rrethona tjerë, po na boll kemi stagnuar, kemi qenë mrapa, mos mesim më mrapa. Unë kam shku me së deri Kosovë dhe ka qenë të interesum, marrë njerëz, të rekrutoj njerëz për shkollim. S'ka qenë interesum kërkush. Kam shku me një grup nga Mitrovice, e ka tonë që është në Zubin Potok atje, afër. I kemi kërku fëmijët aty në qendron luftës që kanë qenë dikur Suedia, që Suedia ka kthy. Përpiqeshim ndonjë burse, ndonjë asnjë se gjetë. Asnjë s'ishte interesu. Nuk. Me dituri, me mençuri, me aftësi, me kulturë, mund të hyjmë, mund të veprojmë, mund ta bëjmë Kosovën të njoftën, jo vetëm me sport që janë këtu. Edhe si është e mundur që një ekip kosovar vjen, hajde ka mujt Kosovë, po e lëm që fitoj. Hajde vani atje kanë qenë sigurt ta mesafri. Këtu e treguar që kanë mri, domethënë mujm. Djemë tonë po luajnë për Zvicër, për ku ta dion, pse ata atje po bën kulminate të nas, po të ne është fajt të organizimi e gjysa fitores. Ushtarak të dinë ata, ushtrit që kanë fitu, i kanë ushtru fëmijët e djemt pashku ushtar me push dronit, me armë dronit. Kur ka me dalë front, e ka qenë i gatshëm. Jo që mere e qysh nizet, qysh bëhet, qysh punohet. Dhe nuk janë Suedet më tafë se na, as më zhutë se ne, janë më të organizuar se ne. Më të organizuar. E organizimi është e thelbi kryesor si shtetëror, si ushtarak, si industrial, si shkollor, si edukativ, si sjelljet përditshme në manifestime kulturore këta dion. Ti e ke vrejt, është një ditë të bim, 2 vet i shërbejnë 50 vet. Të ne atje me shërbej 50 vet, do të kon 5 vet
përzihen mes veti, ngutemi kur duhet më ngut. Nga dalsohemi kur duhet ngutemi. Duhet ndru venet. Ashtu e shoh. Mërgimi është dënimi më i rëndë. Në librin, si që thash edhe më herët, që nuk e ke botuar akoma, me Kadarin. A shihni kështu mërgimin hala? Apo Në antik ka qenë dënimi më i rëndë, atë s'ka pas dënim e vdekje, dënimi më i rëndë ka qenë mërgimi. Me marrë një njeri në moshë siç ka marrë këtu, me çuar një vend të izolum, pa miq, pa mjete për jetë, pa vesh mbathje, pa shtëpi, ai ka qenë dënim, është dash luftoj të mbijetoj, nëse mbijeton. Gjuhën se ka njoft, ai ka. Po ne shqiptarët mund ta shfrytëzojmë. Në dobi, të shkollohen njerëz, të pasunohen njerëz, të investojnë, të prinë me inovacione të reja që kemi. Pare për mene, po e përsëris, rilindasit tanë të rinin në Shqipëri apo në Kosovë, kur alfabet, asa të vepra tyne, asa ne do të zhdukër. E kanë një kohën, ju kanë përshtat kohës, kanë gjithë venet ku, s'ka mujtë Shqipëri, kanë punu në Stamboll, të hunë të mrejtë atje, Bukuresht, Bullgari, në Athinë, sa ka qenë mësore, në Egjipt, në Bruxelles, në Amerikë, bënë diqka. E tash ne sa kemi kapacitet tu, apo punojmë sa duhet jo. A mundemi më mirë. Jem vitin 2025, edhe rinia, siç është folë edhe më herët, edhe po i shohim për çdo ditë po dalin prapë nga Kosova. Qysh është këtë fakt? Çfarë mendon? Unë mendoj që është një fatkeqësi e jonja. Prindi që i shkojnë sot fëmijët për jashtë mund të më akuzojë mua se unë kam mirë, se i kam pru fëmijët këtu. Unë jam mirë një suedis për atë që më ka fu mua dhe fëmijëve të mi. Por unë fëmijët e mi me dorë time i kam humbë. Nuk mi ka marrë me zërë Suedia. As mi ka nalë me zërë, as sot s'është ka mi nalë me zërë. Shumë për pyetje është a kthe ujtë që ka e mërë të poshtë, nuk e kthen për pjetë. Prej atyre viseve tona, sikur prej malit, bjen shi, i merr gjethe, ujë, ndyre, të gjitha i qetë rrafsh. A kthehet diçka në mal atij? Aq jemi ne. Kjo është e teprume. Kjo është fatkeqësi për ardhmërinë, se po kanë shku njerëz punëtor vitet 70 në Gjermani, 60. Kanë shku, mi po tash po shkojnë familjet. Atje po jetë, po boshatiset. Shkollat po mbyllen. I kuj për kanë u bon ato sakrifisa, ato vrasja, ato djegja, ajo qëndres, ato heroizma. Ta lem thot, na vinë prej Sirije, prej Bangladeshit, na vinë të në zonë venet tona. Nuk është punu me strategji, nuk po punohet me strategji sa po shofun. Ndoshta tash Evropa por gopet, paka shumë kriza po hetohet, dhe po jemi dalë mjaft. Për Evropën jemi atraktiv, nuk jemi afrikan, as me ngjyrë, as me sjellje, as me shpejt po adaptohemi. Besa dhe shpejt po shkrihemi. Kështu prej ati trupi sa këqa e ku, u shumuam, u shumëzuam, u shkolluam pak sa ishin ato kushte, pak sa shkollimi ka marrë kualitative dopt. Po takoj studente, profesor me cilët po rri, unë kam kryer kohë tjetër, po nuk po shojnë gjanat drejtim që ne dëshirojmë, që ne kemi qef. Ne nuk mund ta korrigjojmë atje, ne mund të përkrojmë, mund të ndihmojmë. Thash, shembull i Suedisë që Nergata të bëhet një faktor zhvillimi i Kosovës, po më duket nuk po e shfrytëzojnë mirë. Apo shkon shpesh në Kosovë? Çdo vit shkoj, rri 2-3 muaj, ndodhet 2 herë vit shkoj. Knaqem, çmallem, por edhe helmohem. Knaqem që shoh adhën tim, shoh tafën farafisë, çdo përparim ushqim me to, por
ato gjëra që nuk pëlqejnë, që më lëndojnë, që më vrasin, që unë kam një krahasim të vogël të vitit 70, kur është ra Rankoviqja e periudhë kur shifet, dhe është ha perspektivë për Kosovë atëherë, ka qenë entuziazëm. Edhe unë kam qenë pjesë e atij, ai entuziazëm ka bartë e valë. Kemi punu tolla pa tolla, pagese pa pagese, kemi çfarë kushtesh kanë qenë, po kemi pas atë vrullën, kemi pas një ideal, një caktim. Nuk na lejuaj forca, ku ta diun, po megjithatë dolëm. Për 10 vjet kalum një periudhë që popujt tjerë kanë kalum më gjatë se me shekuj. Dhe u bën faktor që pa ne nuk vendosej mo. Përpara kanë vendosur prej lartë, ne kanë prej këmishë, atë ka rrob bashkë ajo. Kur atë puna mu pyeti. Jo arma, po ishte lapsi që i priu, e na ka mungu, ishte dituria që na priu, e na ka mungu, se arma s'na ka mungu, me poshkallë, me sopata, kemi bërë rezistencë ndres. Po me qitë para botës, mu valorizu si faktor, është vetëm ky rast. Mish më kanë thonë atë liber që të thonë, po të shkoni prej Turqie, Evropa të ta kthente krejt prej jush. Po e mësyt Evropën, ju do të fitoni. Ne kemi këtu suedezë kanë thonë edhe kur në fund shekullit, qysh apritet, që është të doli. Se këta i marrë gjana ftoft, i mos analizën, jo ka fshatën e bukës, prej që millet, kokra në dhe sa vjen sofër edhe në periudën e fazët të zhvillimit të punës, ashtu do të për ne. Kështu kam kuptimet e mi. A ke mendu më këthy në Kosovë? Jem këthy 2 nga një vit. Vit herën e parë më këthy për shkaqe shëndetësore, jem operu prej tumorit, jem rehabilitu. Herë dytë jem këthy, nuk gjeta vend pune. Kam pas një shtëpi në Prishtinë, nuk e kam, dhe kështu kam. Çështje. Jemi kur duam ne shqiptarët e mahnitim botën për të mirë. Kur të mrapshtojmë ne, të gjitha policitë e Evropës s'mund të shtyhen me ne, dhe kanë probleme edhe tash, se ata janë tonë që merren me ato punët e prapta, jo ligjore, jashtë ligjore. Jo Anglia po don me pyet, jo Holanda po flet që ka, nuk po flas ata, s'na duhet si shqiptarë. Ata po flasin kundër krimit. Kur ka fillu shpërndarja e drogës prej shqiptarëve në Gjermani, na kanë thonë njerëz të homoni, jo më larg është atje, ana edhe në Kosovë. Sot apo pi gjermant, drogën në Kosovë apo shqiptarë përshesin. Hajnë është hajnë, nuk e qyrë ku e vjedh, a vjedh shqiptarë, a vjedh turkën, a anglezën. Kanë vrinë Kolumbi atje, kemi pas liga dhe këtu. Këtu fatmirësisht është dëpsu, jemi dalë prej asaj, tash jemi pozitiv, ma shumë se negativ, po çdo rast shënohet. S'ma njeh babën, baba s'ma njeh kombin. Nuk po thot i biri ati, po thot shqiptar. Po dhe për të mirë, po dhe shqiptar. Ka qenë i shpëtoj. Tsunami në atë në Tajland, ka qenë i shqiptar, asë nësë është kujtu, a i ka dalë afër bek, e ka vu flamurin suedez. Dhe suedez e ka pa flamurin, afru jenë sikur zëgjit. Dhe shumë poet, shumë kanë pyet, kush është ai njeri, çfarë arsimi mi ka, çfarë ide, pse s'u kanë tjerë, po ati kanë në men. Po ne jemi të tillë. Kur duam për marr, jemi superfuqi. Numri jërë është i madh. Po edhe kur të kthehemi rrafsh, ashtu e kemi, jemi ata që jemi. Por mund të jemi më mirë, mund më të begat, mund të jemi më miqësor, mund të jemi më mirënjohës. Gjithmonë po shpresojmë që të bëhemi më të mirë. E them fillim, e thash edhe unë, me u largu prej Kosovës dëmshëm. Në integrim jo i lehtë, në jetë jo i lehtë, për gjatë tyre viteve që ke jetu në Suedi, tani ke edhe familjen këtu gjithë, fëmijët e tu. Pastaj situata në Kosovë, jo e lehtë gjithmonë me jetu këtu fizikisht, e me mendu e shpirtënisht në Kosovë.
Qysh ndjehesh tani, pas tyre viteve? Jam I lumtur si çdo shqiptar që Kosova doli nga Skëterë. E dyta, jam I lënduar që fatin mund po është më rëndoj, por atë shëndetësi, atë kujdes që Svedia ka të këndajnesh, edhe ndaj me 3 herë më Peru, dhe atë kujdes vështirë se të gjeja. Edhe të tafërmet e mi, lera më të spitalet e të ambulancët tjera. Natyrisht, edhe që kalojnë katrahura, vujtje, mësojnë diçka, dhe unë kam mësu diçka. E kam njoft një popull që ka ngjashmëri me popullin tim. Unë kam një rast në veri atje kur kam qenë një lagje ku kam banu une, askush qels dry nuk ishte për dhe më kam baba im nuk e ka dash drynin, nuk e di pse. Dhe kur kam pyet çka të lam për shtype që po largohesh, më thash shtëpia pa dry. Çka është ajo se ata s'ka pas lazëm, nuk ka pas nevojë me mbrojt shtëpinë aty. Jo, ai tregon që në atë shoqni nuk ka hajni. E kom pyet atë mikun tim, thash pse ti verës ta kur shkoj në Spanjë, pushim, nuk e mbylli shtëpinë. Qelë shtëpia, qintër për rreth aty. Postieri vjen, e bjen postën, e lën, e shtohet, e qel frigoriferin, e pjen kafe, e shkruan. Isha, e pjen një kafe, ju falenderit, edhe e shkon të tje. Në përbjeshk, aty malor, biset më larta, I marrë ato kasollat për gjuetare, për udhëtar, qelin ato, aty ka kafe, ka sheqer, ka ato që nuk prishen. Dhe në një batanije, që po të zonin nata, mund të strehosh, të kalon aty, edhe e lën, është detare, nëse do të më shënu, unë prej që ka të që ka shfjeta, pushova, në grena, një kafe, apo ka dikush që vjen në çantë me vete I ban, dhe I lën ato, për ato tjertë. Ma ka thënë një që është interesant për shikur se tuj, jo I Suedis, për ma ka thënë diku në kontinent atje, tha jem zbulua që jemi pa edukum. Ka orti nati, pse u zbulova? Qysh? Tha kom dalë të shëtis, tha është një mal, një park aty, një darë dhe shortume, kalavesh. I shpjek, I mora do, po isha në këmi shkurt, duri mora, po s'kisha gjepa, e pe thëmë zonjës së shtëpis, kishë darë thani, shkojnë për vikend. A e murë, tha një qese, shkum atje me burë, me fmi, unë tha hypa naltë. E pe shkuni, tha pe thëmë kretë, jo, edhe dikush tha vjenë si lahan. Ku për mu që më zbulen që I pa ngopshëm, jemi pa kulturum, jemi pa edukum. Tha më zbulohë vetër pa më pyet heq. Ato t'jallom tjerë, është një gjestë kulture, është një gjestë humanizmi, është një gjestë kujdesi. Kemi kalu kohë shumë gjatë, nuk kam kohë të kufizume, por mendoj që do të përfundojmë këtë. Po më intereson me ditë një mesazh për mërgjimtarët, në përgjithësi, cili mesazh do të kishe për mërgjimtarët? Vete mërgjimtarë dhe pështu të punojmë, të jetojmë, të rujmë miqt, por më shumë të rujmë fëmijët. Mos pandeni se nuk jemi fajtor çfarë na bën fëmijët. I mësuam të bëhen njerëz taftë, zotë të dishëm, do të bëhen. I mësuam bëhen gjeshtare të bëhen mrapsht, asë do të bëhen. Jemi ne ata që do të përcaktojmë. Ju kemi borç t'u harujmë, t'u themi, t'i mësojmë, t'i shëtisim që ta dona dheun të mos këputen të rënjë. Tash Europa nëse integrohet, bashkohet, nëse nuk është ndonjë luftë. Se kur është mirë, thonë plaku ka qajtë, se kur është mirë, do të bëhet keq. Unë atë nuk e dëshiroj, por si mërgjimtar mund t'japem më shumë ne.
aspektin pozitiv, po dhe dheu mund të kujdeset pak më shumë për ne. Ne nuk kemi nevojë të harxhoja dheu për ne. Një kujdes. Janë disa gjona, jo ditët e përgjithëtarëve, jo ekspozita, jo takime, edhe ato është të mira janë, edhe letrare, edhe muzikore. Kisha dëshu që një ditë edhe ne të jemi të barabartë të pufë tjerë, gjithë lamit. Për fund, nëse do ta përshkruashit mërgimin me 2 fjali. Për mu, për vete do të përshkruaj, e pa dëshirueshme, e nevojshme. Për brezin tim ishte nevojshme. Faleminderit shumë. I faleminderit e juve që Uroj që ma të kushtot kesh kohë. shëndet e jetë gjatë e në vazhdim suksese në krimtarin tonë dhe letrare, për të cilën shpresoj që do të kemë rast flasim herave tjera. Punë të marrë të mirë dhe juve me këtë. Atëherë, të gjithë ju mërgjimtar, shpresoj që do t'ju pëlqen biseda me Hamid Gërgurin, të cilën e zhvilluam tani, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, ku do qeni.